Shikues e televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Pros and Cons ku takohemi së bashku si çdo të hënë. Bujësia është një ndër sektorët kyç të ekonomisë shqiptare, por gjithashtu është një sektor që kërkon vëmendje dhe financim të vazhdueshëm me qëllim nxitjen e të rinjve që të jetojnë në fshat, por edhe zhvillimin e zonave rurale. Ministria e Bujësisë duket se po rishikon skemat e financimit të bujësisë, por do të analizojmë se sa efektive janë ato dhe çfarë mund të bëhet më shumë. Për diskutuar kam të ftuar zotin Edmond Panariti, ish ministër i bujësisë, është kënaqësi, mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Dhe zotin Gjoko Vuksani, profesor, ekspert bujësie, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Ndalemi tek Pros and Cons sa i takon skemave të mbështetjes dhe rishikimit të tyre. Tek pros apo avantazhet përmendim targetimin më të mirë të fermerëve, nxitet modernizimi i bujësisë dhe zhvillimi i zonave rurale. Tek cons apo disavantazhet përmendim problematikat në aplikim dhe përfitim të fermerëve. Diferencim territorial i përfitimeve ku pjesa, le të themi, Shqipëria mesme dhe poshtë gjithmonë përfitojnë më shumë, aty ku bujësia intensive është më zhvilluar dhe fondet e mëdha kanë vështirësi në përthithje, por pse këtë do ta diskutojmë në studio. Do ta nis pak me një pyetje të përgjithshme se cilat janë avantazhet dhe disavantazhet që ka sot bujësia shqiptare në këtë pikë ku kemi arritur, profesor Panariti. Po filloj me dizavantazhet. Dizavantazhet e bujësisë sot janë nën financimi i saj i jashtëzakonshëm. Unë nuk mendoj që ka ndonjë vend fqinj apo në Bashkimin Evropian, madje edhe në vendet afrikane që financon kaq pak dhe diskriminon në këtë farë mase bujësinë. Pra mungesë financimi, bllokimi i fondeve i parë, financim i rënd me fondet e buxhetit të shtetit dhe një politikë fiskale asfiksuese. Ne kemi TVSH më të lartë në rajon, do të thotë më të lartë në Europë, gjë që e bën prodhimin ton jo konkurrues. Dhe avantazhet, kush janë avantazhet? Klima e mrekullueshme. Që ne ka dhënë toka, ujë që do të jepte bujësisë, prodhimin bujësor një avantazh që shumë pak vende në rajon e kanë, me një mikroklimë të jashtëzakonshme, me tokë pjellore, me burime pafund ujore, e megjithatë ne këto avantazhe që na i krijon natyra, që quhen avantazhe krahasuese, se për ato konkurruese folëm pak më përpara, që nuk ekzistojnë, për sa kohë që ke kosto të lartë prodhimi, mungesë financimi, e bën që bujësia të jetë këtu ku është. Në këtë fazë. Zoti Vuksani, profesor, si mendoni avantazhet, disavantazhet e bujësisë në këtë fazë ku jemi aktualisht? Unë jam dakord me ato që tha profesori, por unë mund të shtoj edhe dy aspekte të tjera, që është infrastruktura bujësore. Kur them infrastruktura, duke filluar nga sistemi i kanaleve kulluese, vaditëse, sistemi i laboratorëve, dhe gjithë kjo është në fazën më të keqe, mund të thënë, mos përmendin e fjalë skandaloze, ku dëshmitë e kohëve të fundit që përmbytën zonat të tëra bujqësore në Lezhë, në Shkodër, në Fier, në Lushnjë, tregon se jemi shumë mrapa me infrastrukturën, është një infrastrukturë e kullimit e ujitjes, po flasim konkretisht, shumë e prapambetur, e pa updateuar me kushtet e ndryshimeve klimatike, me sisteme hidrovoreve shumë të vjetruara dhe një pjesë të këtyre skemave duhet patjetër të rikonceptohen, sepse kanë kaluar 50 vjet apo 60 vjet nga momenti i instalimit të këtyre skemave, pra kemi një gjendje shumë keqe të infrastrukturës në bujësi, për sa i përket kanaleve dhe gjithë sistemit kullimit, dhe nga ana tjetër laboratorit, sistemi laboratorë, sistemi i kontrollit në pikat doganore që ka lidhje me sigurinë ushqimore, edhe për mendimin tim, pavarësisht çfarë ndryshimeve që mund të jenë bërë, jemi në një gjendje shumë të prapambetur e krahasuar me vendet e rajonit dhe që sjell pasoja. Për të ardhur momenti i tretë, që është momenti i kapaciteteve teknike, nëse mund të themi, bujësia shqiptare vuan shumë për kapacitete, kjo edhe si pasojë e reformave agresive politike që janë bërë në sektorin e bujësisë, duke hequr nga puna njerëz të aftë, njerëz që të specializuar me një eksperiencë që është investuar në to, dhe në fundit sot shifet kur jemi në pragun e negociatave, mund të jetë diskutimi më tejshëm, po sidomos kapitujt për bujësinë dhe sigurinë ushqimore janë dy kapituj shumë të vështirë që ka nevojë për njerëz, ka nevojë për specialistë, ka nevojë për një negociator. Çfarë shikojmë si avantazh?
Avantazhi është kushtet klimatike toksore shumë të mira që kemi ne, afërsia me tregjet, qoftë europiane, qoftë rajonale, dhe kemi në aspektin si thuash, efekteve krahasuese me tjerë, kemi një përshmëri shumë më të hershme. Unë vi nga fusha e hortikulturës, por ne kemi mundësi që të ngrejmë sera me ngrohje, vetëm me ngrohje diellore, pra vetëm sera që është dielli ai si faktor ngrohës, kemi mundësi që dalim 2, 3 edhe 4 javë më para me prodhimet e serave se gjithë rajoni. Dhe kjo si thuaç jep një avantazh krahasuar me çmim edhe me kërkesë të tregut. Qartë, por profesor, Ministri i Bujqësisë ka nisur një tur diskutimesh për të pyetur fermerët se si e duan ata skemën e mbështetjes, ndërkohë që pritet të hapen aplikimet. Kryesisht fillimi i marsit është ajo periudha ku hapen aplikimet për skemën e pagesave direkte të bujqësisë. Si e shikoni ju këtë skemë? Ka qenë statike prej vitesh, le të themi, me ato piket e veta, praktën 8 masat kryesore, dhe çfarë sugjerimesh mund të keni, çfarë duhet të ndryshojë për të qenë efektive? Duket se në blegtorisë ka qenë efektive. Kjo skemë është dinamike dhe duhet të riparë në çdo element të saj, kohë mbas kohe, për arsye se situata ndryshon, konjunkturat e tregjeve ndryshojnë. Aq më tepër që shikohet që disa elemente të skemës subvencioneve të financimeve nuk kanë pasur impaktin e pritshëm që ju e përmendët pak më përpara. Kjo do të kërkonte padyshim që të rishikohen edhe një herë në thelbësi dhe në tërësi skemat për të parë ku kanë çaluar dhe pse nuk kanë pasur efektivitet. Ju përmendën blegtoritë, ku duket qartë si dështimi i skemave. Dhe prandaj duhet që të rishikohen skemat. Duhet që të rishikohen skemat për të parë se ku çalohet dhe pse nuk kemi efektivitetin e përdorimit të fondeve në nxitjen e sektorit. Për shembull, për sektorin e blegtorisë, unë kam pasur dhe i mbetem i mendimit që vendosja e pragjeve diskriminuese në financim nuk i shërben në rimëkëmbës së sektorit. Qëllimi ishte që duke vendosur një prag financimi, për shembull duhet kesh më tepër se 10 krerë lop apo më tepër se 100 krerë bagti timta për të përfituar, përjashton pjesën më të madhe të blegtorëve, për arsye sepse të themi mbi 75%, 80% e tufave nuk kanë më tepër se 10 krerë lop, apo 100 krerë të inta. Pra, automatikisht, nëpërmjet një pragu diskriminues, përjashtues, i cili në fakt bie në ndeshje edhe me kushtetuesën e vendit, e cila në një nend caktuar që askush nuk mund të diskriminohet për shkak të arsyeve ekonomike, po kështu dhe drejtat e njeriut. Pra edhe në konventat ndërkombëtare kjo është një paradoks që është justifikuar që ne me këtë mas të stimulojmë bashkimin e tufave për të ulur kostur për rritjen prodhimtarinë. Po kjo në fakt bën të kundërtën. Pra, duke mos bërë një analizë faktik të situatës në Shqipëri, ti heq, nxjerr jashtë tregut, jashtë biznesit pjesën më të madhe të blegtorisë. Kundërkohë, unë mendoj që këto pragje duhet të hiqen dhe sigurisht mund të përdor mekanizma të tjerë. Pra të mos ketë pragje. Vendosën mekanizma të tjerë, pra për çdo krerë që ti shton tufës, mund të kesh masa të tjera mbështetëse. Po jo të përjashtosh atë që aq i ka mundësit, që ka 3-4 lop, sepse janë të tilla mundësit financiare, sepse duke mos e financuar, është një ftesë e hapur, lërë e vendit, sepse përsa kohë që nuk zhvillon një biznes, nuk ka forcë që ta mbajë atë të lidhur me vendlindjen. Dhe kjo është një nga premisat kryesore të zbrasjes vendit, të largimit të aktiviteteve bujqësore dhe blegtorale, pikërisht sepse ti ke vendosur pragje diskriminuese. Unë mendoj që këto pragje duhen të hiqen dhe pastaj për të rritur përmasën e tufës ka mekanizma të tjerë. Kush shton numrin e krerëve përfiton masa shtesë, po jo të përjashtosh nga financimi një person i cili nuk e ka mundësinë për të financuar biznesin e tij, thjesht sepse nuk ka përcen atë pragun magjik. Dhe unë habiti mirë, kush është ajo analizë që të bën ti që ti që ke 10 përfiton, kurse ti që ke 9 nuk përfiton. Një paradoks i gjallë. Dhe kjo është mos e shikosh situatën objektivisht ashtu siç është. Mos kesh iden fare se kush është thelbi dhe themi elementi bazë i fermës blegtorale shqiptare. Në Shqipëri. Qartë, profesor Vuksari, si mendoni, çfarë kriterësh duhen rishikuar nga skema aktuale? Unë mendoj se qasja
e qeverisë dhe Ministrisë Bujqësisë është e gabuar. Në çpik. Në asnjë vend të botës, të Europës, nuk mund të mblidhen 5 veta dhe të bëjnë skema mbështetëse qeverisë për mbështetjen e bujqësisë. Pra, edhe ideja që kam dëgjuar ministrin që thotë ne bëmë takime me fermerët, dakord, fermerët me kapacitetin e tyre që kanë mund zgjidhen problematika që i shqetësojnë ato, po në thelb një skemë mbështetje apo disa skema mbështetje apo gjithë politikat agrare të qeverisë duhet të bëhen mbi bazën e studimeve. Pra mungojnë studimet. Ti duhet bësh një studim. Ka qenë një traditë përpara kur marronte një skemë mbështetje bante GTZ-ja, shikohej efikasiteti i këtyre skemave. Problematika që kishin dhe skemat. Dhe në fund do shikohet çfarë efektet kanë dhënë kjo mbështetje, kjo para publike që është injektuar në bujqësi, sepse nëse themi një nga indikatorët është ulur numri, është përgjysmuar ta themi sakt numri i krerëve të blegtorisë. Pra duhet bëhet studime serioze, ne kemi edhe shembuj pozitiv, qoftë se mani mend, ka qenë një studim shumë i mirë për kultivimin e ullirit në Shqipëri, ku specialistët më të mirë të Shqipërisë u mrodhen, bën një studim paraprak dhe pastaj mbi bazën e këtij studimit u ngrit gjithë subvencionimi për disa miliona eurosh. E njëjta gjë edhe për arrorët. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është që nuk po them opinionin tim se mund të jetë jo emocional, por them opinionin e një studimit Faust të 2022-shit, i cili thotë vetë skemat mbështetëse të ngritura nga qeveria kanë çuar, si thua, në konkretisht të blegturia, në reduktimin e numrit të krerëve. Dhe është pikërisht ajo që tha dhe profesori, sepse pragu që kanë vendosur ato është një prag shumë i lartë dhe heq ose lën jashtë rreth 70-80%. Dhe një fermer, duke qenë poshtë i pragu, duke qenë për shembull tek delet e 70-80 dele, ai e din mirë që nuk mund të arrijë pragun për 100 deleve, nuk mund të shpresojë që të marrin mbështetje nga qeveria dhe ai demoralizohet dhe thotë po e lë fare këtë punë. Ky është e shkruar e Zeza Mitbardh në studimin e Faust. Moment tjetër, vetë Faust thotë, kjo ndryshueshmëri e vazhdueshme e skemave mbështetëse ka quar në një lloj çorientimi të fermerëve. Se ne jemi sot në shkurt, po marron shkurti. Dhe akoma nuk ka dalë udhëzimi i përbashkët i Ministrisë Financave, Ministrinë e Bujqësisë, akoma nuk do dalin VKM-ja në fillim, pastaj udhëzimi i përbashkët dhe iku sezoni i mbjelljes pranvere, sepse ato që merren me bujqësi e dinë, 2 sezone janë, në pranverë dhe në vjesht. Pra edhe ky diskutim për të diskutuar i vonuar dhe nuk e di kur mund të bëhet efektive, sa është ajo periudha e thirrjes që fermerët do të aplikojnë dhe se ç'a ndodh, fermeri është shumë i zgjuar, nëse ai nuk është i sigurt për mbështetjen për një produkt caktuar apo për një fushë të caktuar, ai nuk e mbjell fare tokën. E le djerë. Pra iku 50% e cikleve të prodhimit bujqësor, sepse ato akoma nuk e dinë se ç'a do mbështetet. Qartë. Po mirë, një masë e re që është thënë nga ministri është fakti që do të ketë grante deri në 10.000 euro për të rinj që merren me blegtori. Pra të rinjt deri në 35 vjeç. A e kompenson kjo disi këtë kufizimin e tavanit të përfitimit që diskutuam pak më parë? Po pse vetëm për blegtorin? Duke që s'është më keq. Për gjithë bujqësinë. Por duhet të gjithë këto diferencime që bën nuk kanë sens. Pra, në thelb është pozitive, po pse vetëm për blegtorin? Çdo familje e re e cila investon në bujqësi, qoftë kjo në blegtori, qoftë kjo në shpendëri, qoftë kjo në investim në një serë, qoftë kjo në bletari, qoftë kjo në një bazen për kultivimin e troftës, duhet të përfitohen nga këto. Të mbështetet. Qëllimi jonë është që familjet e reja ne t'i motivojmë, t'i incentivojmë që të merren me bujqësi, që të lidhen me tokën, të lidhen me vendlindjen dhe të prodhojnë. Dhe ajo që besoj që kanë filluar ta kuptojnë, jo vetëm duke ne, po edhe në nivel më të lartë se ne, në nivel Bashkimit Evropian, është që ferma e vogël nuk konsiderohet më dizavantazh. Ka pas qenë një teori ekonomike që përgjithsisht fermat e vogla nuk janë kompetitive, nuk janë konkurruese, nuk e përballojnë kostën e lartë të prodhimit dhe duhet të shkojmë drejt bashkimit, mall, krijimit zinxhirëve të mëdhenj e tjerë. Po ndryshon kjo.
Po ju përmend një fakt. Vetë Bashkimi Evropian, po të shikoni skemat Common Agriculture Policy, po i jep më tepër prioritet mbështetjes të vegjëlve. Po pse? Jo të fermat të mëdha. Për arsye sepse ka ndryshuar dhe filozofia e prodhimit bujqësor. Prodhimi i vogël konsiderohet më rezistent edhe ndaj ndryshimeve klimatike. Edhe se ka rezistuar, ka treguar që është rezistent i qëndrueshëm në shekuj. Është pak a shumë po ju bëj një paralele si me dinosaurët, kur ndodhi katastrofa e madhe para miliona vjetësh me rënien e meteorit, të mëdhejt u zhdukën, kurse ata të vegjël mbijetuan. E njëjta filozofi është që kur ndodhin çrregullimet e mëdha në tregje dhe ne jemi në luftë në Europë. Praktikisht kemi konfliktin ende të nxehtë midis Ukrainës dhe Rusisë. Madje Zelenski tha që për mua ka filluar lufta e tretë botërore dhe luftrat përgjithsisht çrregullojnë tregjet. Çrregullojnë lëvizjen zinxhire të mëdhej të prodhimit e të shpërndarjes. Ai prodhimi i vogël që ka dhe zinxhirët e shkurtër, sepse furnizon kryesisht tregun lokal, kundërbalanson edhe çmimet spekulative shpeshherë të importeve, është thelbi dhe strëmbullari i bujqësisë sot. Dhe këtë ne për fat keq po e kuptojmë vonë. Po ta shikoni, janë 3 ministri të bujqësisë të vendeve Bashkimit Evropian, Ministria e Bujqësisë së Italisë, së Francës dhe Hollandës që kanë ndryshuar emrin. Quhen Ministria e Bujqësisë dhe e Sovranitetit Ushqimor. Pra po flitet për suverenitet ushqimor dhe ku brenda Bashkimit Evropian, ku sovraniteti delegohet. Pikërisht se kanë kuptuar që duhet me çdo kush që një kuotë të nevojave të vendit për ushqimin e popullatës ta plotësosh me prodhim vendas. Dhe kjo duhet, prandaj bujqësia konsiderohet sektor strategjik. Pra nuk është vetëm sektor që garanton krijimin e të ardhurave, ekonominë kombëtare dhe ekonominë familjare, por garanton dhe ushqimin e vendit. Në rast të fatkeqësive të mëdha natyrore, të luftrave, ku kemi mbyllje të tregjeve, duhet të ushqesh vendin tënd. Dhe për këtë, edhe atje ku nuk ke aftësi konkurruese, duhet nëpërmjet subvencioneve të mbash një kuotë caktuar prodhimi, si për shembull dritrat. Apo provuam si rast, qumshi dhe mishi, me çdo kush duhet të ruash një numër të caktuar krerësh që të sigurosh të paktën 70-80%. Pra në rastin e kataklizmave të mëdha, luftë, ndryshime klimatike apo pandemi, siç e kaluam atëherë, mos ngelesh i zbuluar dhe të jesh nën presione pastaj që askush nuk i dëshiron. Prandaj gjithë kjo ka riformatuar edhe një herë qendrimin e blegtorisë. Prandaj aq më tepër Shqipëria edhe për shkak të terrenit të saj, kryesisht kodrinor dhe malor, mendoj që bizneset e vogla dhe të mesme i ka asetin e saj kryesor. Dhe duhet synoj që edhe zinxhiri i furnizimit i ketë sa më të shkurtër. Pra të martojë, si thua, bujqësinë me turizmin. Turistët nuk kanë nevojë pse ti ushqesh me prodhime të importit, ku mundet që ti ushqesh me ofertën e prodhimeve vendase. Këto disbalanca ka bërë që të shtypesh tash më fort nga importet, mos kesh ofertë mjaftueshme në prodhimin vendas, pikërisht sepse e ke lënë pa mbështetje dhe pa përkraje. Dhe prandaj duhet një filozofi e re, një rikonceptim i ri i mënyrës se si do të mbash më këmbë ata të vegjël, të cilët janë pa përkraje, që po i mbyllin bizneset, po vinë qytete dhe nga qytetet pastaj shkojnë në migracion, dhe Shqipëria po kthehet për fat të keq në një emërtesë tashmë gjeografike nga pikpamja e fshatrave. Fshatrat janë vetëm emërtesa gjeografike. Se aty s'ka më njerëz, nuk ka biznese, pikërisht sepse me politikën tënde të thoja të shtrëmbur të mbështetjes, të mos fokusuar atje ku realisht duhet që ato fondet të përqendrohen, ke bërë që me mira biznese të vogla që nuk e gjejnë veten, nuk janë përkrahur, që janë të dekurajuar për të vazhduar prodhimin bujqësor, të fshihen dhe përjedhoj kemi këtë situatë që bujqësia gjithmonë më shumë po e ul peshën e saj në prodhimin e përgjithshëm kombëtar dhe është në vitin e dytë apo në vitin e tretë të recesionit. Qartë. Shumë interesante që asaj juaj profesor. Përpara se të kaloj pak tek çfarë do rishikohet e skema, është shumë e rëndësishme të themi që aja e çdo aplikimi dhe përfitimit fermerëve lidhet me sigurimet shoqërore, pra pagesën e sigurimeve shoqërore. Qeveria u ka dhënë një mundësi fermerëve të blejnë vitet e punës në thonjza, duke i falur kamatvonesat dhe gjobat. Sa e rëndësishme është kjo, kush duhet të përfitojë nga kjo mundësi, profesor, duke qenë se pak të lloj kriteri të gjithë mbeten jashtë mundësisë për të përfituar, por gjithashtu jashtë formalizimit.
Unë besoj se duhet ndahen dy gjëra. Duhet ndahet mbështetja për bujqësinë, dokumentacioni që duhet të paraqitet pikërisht për të marrë një subvencion bujqësor me elementet e tjerë që janë element, pra ati nuk mund ta përdori subvencionin në bujqësi si një mekanizëm për të rritur sigurimin në bujqësi. Pra, për mua, mos ishte fare e lidhur subvencioni në bujqësi me sigurimin të fermerëve. Po, për një farë forme u bën dhe nder, sepse duke ju siguruar të artë për pension. Qeveria shqiptare duke mos qenë aftë për të kryer ose për të tërhequr, ose për të qenë atraktive me skemat e saj të sigurimit, e përdor paranë publike që jepet për mbështetjen e bujqësisë, e përdor si një mekanizëm për të kryer një punë që ajo nuk e kryen. Pra në thelb, unë po flas si specialist bujqësie, mu nuk më intereson nëse fermeri e ka kryer sigurimin shoqëror në bujqësi apo jo. Ky është një marrëdhënie që krijohet midis atij personalisht dhe shtetit. Mua më intereson që ato paratë që jepen të shkojnë në dojtimin e duar, të shkojnë atje ku ka efekt maksimal për zhvillimin e bujqësisë. Dhe mua më duken si tip sforcimesh të tilla që e lidh, sepse ka dhe problem, të jemi më real. Ka dhe problem. Një fermer për të marrë 500.000 lekë vjetra, i duhen 10 dokumenta për të bërë. Pra duhet hipoteka tokës ose letrat të tokës. Toka është me disa pronarë ose bashkëpronarë, mund t'jenë edhe 10 bashkëpronarë në një sipërfaqe tokët. Fermerët, një pjesë e familjes bujqësore, sepse ku është zbatuar ligji 7501, ka qenë familja bujqësore. Një pjesë e familjes bujqësore mund t'jetë në Australi, në Holland, në Gjermani, dhe ti për të hyrë në një aplikim duhet që t'ju marrish, si thuash, miratimin gjithë tyre njerëzve që janë, është praktikisht e pamundur. Pastaj duhet bësh një projekt, për shembull në fushat caktuara. Pastaj duhet të pagush edhe sigurime shoqërore, pastaj duhet kesh edhe asistencën e një tekniku i cili nuk ofrohet nga shteti, po të çohet në sektorin privat dhe merret. Pra, gjithë ky grumbull dokumentacioni që duhet, shtoj edhe sigurime shoqërore detyrueshme, e bën vjen në një moment që a ja vlen fermerit të aplikojnë, aq më shumë fermeri i vogël që po flasim ne të aplikojnë, të harxojnë 400.000 lekë vjetra për të marrë 500.000 lekë vjetra? Pra, duket sikur thot po ju falim ato përqindje ka matbanesa, po duket si një mekanizëm që nuk e ndihmon procesin. Dhe kur e thot ky ministri i bujqësisë më vjen përqeshur, sepse ministri i bujqësisë nuk duhet të jetë i interesuar për sigurimet në bujqësi, ai duhet të jetë i interesuar për zhvillimin e bujqësisë. Qartë, po në fakt kjo është një lloj, le të themi, lehtësie që jepet nga ligji i faljes, që është miratuar nga qeveria, por që shkon për te ligjit të faljes. Unë shkova të zbatimi. Për këtë. Profesor, është e rëndësishme që fermerët i paguajnë sigurimet, qoftë kjo edhe në funksion të përfitimit nga fondet, por qoftë edhe në funksion të përfitimit të pensionit. Do të është një mekanizëm disi detyrues, por në të mirën e tyre, apo? Shiko, ky është problem i dytë apo i tretë në raport me nevojat që ka fermeri. Sigurisht ka rëndësi të sigurimet shoqërore, aq më tepër profesorit duhet të di që në aplikimet që bëhen në skemat e IPARD-it, ky element është domosdoshëm edhe për çështjen e mbështetjes direkte në çdo skemë. Kështu që në këtë mes, si thua, incentivimi dhe nxitja e fermerëve që të kontribuojnë me pagesat e sigurimit shoqëror, po vetëm duhet kemi parasysh që fermeri nuk e ka atë mundësi, kështu që realisht duhet gjendë mburime financiare nga vetë shteti për t'i paguar sigurimet shoqërore. Mund t'jetë dhe pjesë e grantit, pra t'jetë elementi grantit, po t'jepet granti, po një pjesë do kalojë për sigurimet shoqërore, po jo t'i vendoset stresi i tij drejt për drejt që paguaj sigurimet shoqërore, ndërkohë që ai se ka të qartë fare perspektivën e prodhimit, a do të shitet apo s'do të shitet. Pra, është një kosto fillestare, suplementare që duhet paguaj fermeri para se të futet në proces. Kërkosh këtë, por normalisht ti duhet ta subvencionosh dhe pastaj mund të llogarisësh si pjesë e grantit. Absolutisht.
më vonë. Po jo ta vendosësh që në fillim në stresin e detyrues pagimit të sigurimeve shoqërore, aq më tepër që ai nuk e ka të qartë fare perspektivën e prodhimit të tij bujqësor, dhe si ta ketë ku në çdo 2 muaj, 3 muaj përmbytet, thatësirë dëmtim të prodhimit bujqësor, sigurisht atëherë si do të investojë? Le që nuk i ka, një pjesë e madhe nuk i kanë dhe ato para. Prandaj po, është e rëndësishme, po jo mënyra se si kërkon qeveria t'ja imponojë ato, sikush para pagimi për të përfituar nga fondet. Mund të jetë pjesë e fondeve që përcaktojnë për bujqësinë. Dakor. Mirë, do kalojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë për të diskutuar sërish për mbështetjen në bujqësi. Rikthehemi në studio dhe flasim për mbështetjen në bujqësi. Një element i ri që do ndryshojë nga skema është dyfishimi i mbështetjes për bletarin. Duket se është një sektor që po zhvillohet kohët e fundit dhe do të jetë nga 1.000 lekë deri në shkon në 2.000 lekë për koshere, për kufirje sigurisht deri në 50 koshera. Pyetja naive ime është pse jo edhe për lopët, edhe për dhit, edhe për serat, edhe për fidanët. Po ndoshta është fondi. Pse jo? Unë e kam thënë disa herë, ne kemi shembuj, nuk kemi nevojë të mlidhen 3 shkencëtar në Ministritë Bujqësisë dhe të përcaktojnë. Ne kemi shembull Kosovën. Kosova ka ca tarifa, për shembull ato kosheret e ka rreth 25 euro për një koshere të lopët dhe dhit, gjithashtu 2 dhe 3 fish. Pra ne kemi mundësi që të marrim një model që funksionon në Kosovë dhe të aplikojmë. Sepse shpeshherë më duket të bëhen ca zgjidhje për të thënë që ja e rrit me këtë 2 fish, pra më shumë për një lloj propagandet se sa për një lloj ndikimi real. Ta marrim nga ana tjetër. Bletaria është një nga sektoret që performon shumë mirë vitet e fundit. Ndërsa blegtoria në përgjithësi nuk po performon mirë. Pse mos përqendrohemi pikërisht në këto sektor që kanë një problematikë akoma më të madhe, por një nga faktorët që mund ta dyfishojnë këtë shifër tek bletaria është sepse ato janë pak, se pesha që ato kanë në tërësinë e mbështetjes për bujqësinë është e vogël. Pra më duket, jam dakord plotësisht, është pak bile edhe dyfishim, por nuk e zgjidh kjo problemin e blegtorisë dhe bujqësisë shqiptare. Dhe gjitha këto janë improvizime që bëhen në formë jo profesionale. Pra, në krye të herës unë ju thash që për të ngritur një skemë mbështetje, për të studiuar efikasitetin e saj, për dhënë ndikim real, sepse nga herë ne duket sikur se s'është vetëm nga herë ne tregohemi shumë etatist, nuk është vetëm mbështetja për bujqësinë. Janë një tërësi masa që duhet të merren dhe mbështetja për bujqësinë do shkojnë pikërisht në atë trendin që ti mendon se do japin efikasitet. Dhe ti, në qoftë se edhe këto pak para, mundohesh që ti shpërndash nga një thërime, nuk bën politika zhvilluese. Ja të them një shembull. 3-4 vitet e fundit e shfut një nen në udhëzim që thot, në momentin kur sasia parave që është në dispozicion për një skemë caktuar nuk mbulohet plotësisht numrin e aplikantëve, atë bëhet një plot pjesëtim. Ndarje proporcionale, po. Kjo, sepse vim të pyetja thelbësore. Pra paksohet fondi që i takon çdo fermeri. Absolutisht nga një thërime, pra është sistemi komunist i cili të ndante gjithë secilit nga një thërime. Dhe problemi është tu, pra që edhe ato që e ke vendosur në vendim Këshillit Ministrave, edhe ato që e ke vendosur në udhëzimin e përbashkët, ti realisht nuk ja u jep fermerëve. Pra ju jep një sasi akoma më të vogël. Dhe ç'a ndodh, se duhet ta themi për fermerën se nga herë ne profesorët bëhemi shumë teorik. Një fermer tashi, ai po punon tokën, do ta diskoj, do ta plugoj, do ta mbjellin, do të blejnë farën, do blejnë plehun kimik, do të paguajnë edhe sigurime shoqërore që e ka vendosur si detyrim qeveria shqiptare, dhe ai deri në këtë moment nuk ka marrë asnjë para. Dhe sipas eksperiencës time, ai nuk mund t'i marrën asnjë para deri në shtator. Me këtë vënesë. Dhe çfarë po ndodh në fundit, apo e ndihmojmë parapraktikisht në fermerin që ta nxisim ato të punojnë tokën, që të blejnë farë cilësore, se ne themi teori, po që të ketë ca para në mënyrë të tillë që ai të prosperojnë. Përkundazi ne po i ngrejmë ca pengesa të cilat në një farë mënyrë
e pengojnë atë që të futet në treg, që të blejnë falë cilësore e kështu me radhë. Ja, ky është një element tjetër për shembull i skemës që mund të ndryshojë, që të jenë pagesa paraprake për të thënë mundësi që të përmbajë Ka, këto për kosto. shembull BEA e ka skema të tilla që 30% e saj mund të jepet në momentin paraprakisht, në mënyrë të tillë që të bëhet efektive. Qartë. Ja të pysim dhe profesor Panaritin, ju keni qenë ministër i bujqësisë për disa vite dhe kur vjen në fund i vitit diskutohet buxheti për bujqësinë. Në këtë rast, sa janë hapësirat e buxhetit për të rritur mbështetjen? Se duket sikur fondet për bujqësinë jepen gjithmonë me pikatore, ta quaj? Jo vetëm jepen pikatore, po ndodh një fenomen i cili është përsëritur vit mbas viti. Ju dini që bujqësia lidh kontratat. Pra praktikisht ai fond, pavarësisht se nuk disbursohet, është pjesë e një kontrate të ngrirë. Çfarë ndodh? Në fund të vitit bëhet një analizë rishikimi i buxhetit dhe thotë janë disbursuar fondet, ti nuk i ke disbursuar sepse kontrata është akoma në evolim e sipër, po ato janë para të përkushtuara. Po. Atëherë kryeministri thotë, shiko, kemi sa gropa të tjera të buxhetit, ja heqim këto dhe pastaj takojmë edhe një herë nga janari i shkurti. Ato para të riqen, pra praktikisht nga buxheti faktik në letër i bujqësisë, të themi 40% bien sepse nuk materializohen. Pra praktikisht bëhet një goditje e dy fisht. Hiqen ato para dhe dyta humbet dhe besimi tek fermeri, se ndërkohë që ti e ke premtuar ato para, ke kontratat firmosura, ti i thua që shiko, ti e ke fituar, po ne nuk kemi më para. Ku ata para ishin, po shkuan në një drejtim tjetër. Siç ka ndodhur. Dhe ky është një fenomen që ka ndodhur me vite të tëra, ku me forcën e imponimit, thjesht për ta quar atë sasi parash në një drejtim që mendon që e ke më të ngutshëm. Hapësirat janë për më shumë buxhet për bujqësinë apo jo? Hapësirat janë për më shumë buxhet për bujqësinë. Patjetër. Shiko, është çështje prioritete. A e dini që bujqësia merr nga prodhimi i përgjithshëm bruto 0,05%. Aktualisht, kurse nga buxheti i shtetit 2 deri në 3%. Më pak se 2%. Pra është mirane, si thua, financimi i bujqësisë në raport me atë që ajo kontribon. Kështu që nuk ndodh në asnjë vend të Bashkimit Evropian, ku besoj se ju e dini që buxheti kryesor i Bashkimit Evropian shkon tek bujqësia, nuk shkon as tek arsimi, as tek shëndetësia, shkon tek bujqësia, Sidomos në Shqipëri që jeni vend prodhues. Është vetëm mënyrë për të mbajtur Bashkimin Evropian të populluar me biznese, që të mos kthehet vetëm në një, të themi, në një komunitet megapolis, por të jetë i njëtrajtësisht, uniformisht i banuar. Pra duke e mbështetur me grante, me para të dhuruara, jo me para të kredituara, siç besoj se do ta keni edhe pyetje këtë, që është gjetur mekanizmi i ri i financimit bujqësisë nëpërmjet kreditisë me garanci sovrane, kur i vetmi mekanizëm që mban bujqësinë më këmbë, jo këtu ne, që bujqësia është në gjendje mbijetese, po dhe në Bashkimin Evropian, ku bëhet fjalë për bizneset të mirëfillat bujqësore, është granti që i mbajnë ata, nuk i mban mekanizmi i kredisë. Pra, kjo është. Dakor, do t'ju pyes edhe për këtë, po dua të zauroj një pyetje edhe një të fundit për skemën kombëtare të subvencioneve. 2025 u mbështetën rreth 65.000 fermerë me një fond total për 52 milionë euro që vajti në fund me shtesa, kuptohet, dhe nga një llogari rezulton që një fermer mesatarisht përfiton 795 euro. Sa duhet të ishte mbështetja që të bëjë një ndryshim real për fermerët? Si vlerësoni këtë shifër, 795 euro, dhe sa duhet të ishte mbështetja për një fermer mesatar? Ne besoj se duhet ta kapim demin nga briret. Po. Vjet par vjet, pak a shumë jemi te 51, 52 të kjo shifër e mbështetjes për fermerit. Milion euro. Kjo ka qenë shifra tash 3 vjet që rrotullohet. Është ajo që thot profesori që në fund i fusin një heqje të një pjesë të kësaj edhe për një arsye, sepse 30% e fondave kryesisht në ca skemat kryesore nuk jepen në fillim, po jepen në fund, pra jepen tetor, nëntor, dhjetor, në mënyrë të tillë që të garantohet, si thuash, procesi i suksesshëm i realizimit të skemës. Kjo është një anë. Ana tjetër që është shumë e rëndësishme është që ti nuk mund t'japesh nga një thërrime. Pra 795 euro e konsideroni thërrime. Nuk mund t'japesh nga një thërrime dhe pyetja ime kryesore është pse ne japim ose pse qeveria jep 52 milion euro dhe Kosova jep 100 milion euro.
Pse qeveria shqiptare jep 50 milion euro, Maqedonia jep nga 120, 120 deri 150 milion euro. Pse qeveria shqiptare jep 50 milion euro, qeveria e Serbisë jep 200, 300 milion euro, 400 milion euro ka raste që shkon. Pa marrë parasysh që ato kanë skemat e IPARD-it, në funksion 100, 200, 300 edhe janë në funksion të plot dhe janë një frymare ose një burim i vazhdueshëm. Pra, unë mendoj që ne jemi një lloj amatorizmit, qoftë hartimit e skemave, qoftë shpërndarjes. Pra, pyetja ime thelbësore është kjo. Këto skema që do bëhen do realizohen në 2026 nga ca koka atje që nuk e di kush janë ato në Ministritë Bujqësisë, a janë në përputhje me skemat e mbështetjes së Bashkimit Evropian? Ministria thotë që janë. Sepse në raportin e progresit thonte që skemat mbështetëse shqiptare nuk janë të kushtëzuara siç e kërkon skemat e mbështetjes Bashkimit Evropian. Nuk pas asaj vlerësoni ju mbështetje, ta baroni. Se ka shumë rëndësi, se thuhet do bëjmë sa skema, po s'di se që do bësh me të. Tjetra, këto skema që do mbështeten, janë në përputhje me plane strategjike qoftë të qeverisë shqiptare, me ndryshimet klimatike, me mbështetjen për si thuash produktet Made in Albania me origjinë shqiptare, ka diçka për standardizimin e produkteve shqiptare për shkuar në BE. Pra, ti thua do të bëjt sa skema, se më tha një tre fermer po të flasëm në lushnje. Pra, nuk është ka që thjesht, dhe për mua është guxim i madh për ato grupi vogël njerëzve që pretendojnë të bëjnë sa skema a priori pa studim, pa përputhje me aki komuniter, pa përputhje me strategjit që janë miratuar nga vetë Parlamenti shqiptar, dhe në fund thot nuk me ecën. Po detyrimi që këto nuk të ecën qoftë se nuk ka një bazë profesionale me cilën ngrihen këto skema. Dakord, profesor Panariti, nuk ma da një përgjigje, profesor Gjoga, sa duhet tjetë një mbështetje që një fermer, le të themi, të mbuloj ato kostot, gjërat, problematikat, një mbështetje mesatare, po e themi, nga 750 që është sot. Tentova që të bëj një vlerësi, një përllogaritje, edhe duke u konsultuar edhe me këto platformat që i kemi gjithë në dispozicion të inteligjencës artificiale, të cilët bëjnë një analizë reale në kohë të nevojës fermës shqiptare, të madhësisë saj, dhe me këtë bazë për llogaritjen se kush do të jetë minimumi që ajo të jetë sustainable, pra të jetë vetë mjaftueshme në kuptimin e plotësimit të nevojave dhe për të dalë në treg. Minimumi është 2000. 2000. Po. 2000 pa llogaritur, minimumi është 2000 pa llogaritur që skemat të tilla siç janë vaditja, kullimi kërkojnë subvencion, nuk duhet llogaritur në këtë kuadër apo mbrojtja nga dëmtuesit e tjerë. Pra, mendoni se sa larg jemi. Minimumi është 2000, po sigurisht duhet të jetë shumë më larg. Pra, kjo tregon në një farë mënyrë që ai nivel i mesatarizuar i mbështetjes është qesharak. Është shumë i ulët. E përmendëm fakt që edhe Kosova dhe Maqedonia e kanë shumë më të lartë buxhetin, pra praktikisht shkojmë në këtë vlerë. Ka edhe një çështje, nëse do të ndërhyj. Edhe një çështje, pra kur ngrej një skemë, ti nuk do ta ngresh skemën vetëm me një drejtim. Për shembull, skema për mbështetjen e lopëve. Pra, ti thua që do të japim 10.000 lekë të reja, 100.000 lekë të vjetra për çdo lopë kur ke mbi 10 lopë, pa hyrë te kufiri që është absurd. Por në vetvete nuk është vetëm lopa, duhet mbështetet edhe qumshi siç e ka Kosova. Për litër qumë që të dorëzuar. Do mbështetet edhe viçi që shkon në thërtor dhe bën certifikimin e gjithë, si thuash, sigurisë ushqimore. Edhe e mbështetet, pra duhen skema komplekse, sepse më tha do jepen 10 milion lekë të vjetra, po flas gjithmonë, për një fermertri që do futet në... Kjo mund të jetë shumë pozitive si skemë, po çfarë do bëjmë me atë? Cili do jetë drejtimi në cilën do shkojmë? Cila do t'jetë raca apo
apo si thua që do të mashtrohet në një zonë të caktuar Shqipërisë, të cilat jetë në përshtatje me kushtet klimatike toksore të zonës. Pra duhet orientim për mënyrën ku jepen këto lekë. Do të vendosësh, do të ngresh një ferm lopësh në Peshkopi, apo ato do të jenë të përshtatshme, ne i themi me gjuhën popullore lop malet, po të jenë të përshtatshme për këto zona kodojnore malore, sepse ato nuk mund jetojnë asnjë dimër. Pra, unë po mundohem që të them se qasja do t'jetë më e thellë se sa më kanë thënë 3 fermerë, se po i referohem prap asaj. Është më e thellë dhe ngaherë më duket një lloj ignorancet në shprehjen dhe në qasjen e atyre që përfaqësojnë Ministrinë e Bujqësisë shqiptare. Por argumenti është që Ministria e Bujqësisë nuk ka vetëm skemën kombëtare të mbështetjes, por ka disa mekanizma të tjera. Një ndër këto mekanizma që pritet bëhet efektiv së shpejti është i parë treshi. Parashikoj që të hapet në 6 mujorin e parë, pra deri në qershor. Sa e ndihmon bujqësinë dhe sa e vështirë është me natyrën e bizneseve, agrobizneseve që kemi ne për të përthithur fondet e i pardit, duke ditë që kushtet janë shumë të rrepta. Skemat i partë vinë tek ne pas një traume jashtëzakonisht të rëndë, ku praktikisht mbas disbursimit të tyre rezultoi që pjesa më e madhe shkuan jashtë qëllimeve bujqësore, dhe kjo provokoi atë që as që kishim menduar ndonjëherë që do të kishim një ndërhyrje, themi, të menjëhershme agresive të Olafit, që mund të konsiderohet si spaku i Bashkimit Evropian, i cili në një farë mënyrë pastaj i dha sinjalin Bashkimit Evropian për të pezulluar, që është fjalë e moderuar, po unë thoj është bllokim i fondeve, sepse praktikisht 2 vitet është më harroj, nuk do ketë më rikompensim për 2 vitet munguara, dhe shpresohet, siç ka deklaruar ministri, unë nuk e di nga e ka të burim informacioni ministri, sepse këto janë atribute ekskluzive të Komisionit Evropian, mbasi ai të shikoj se që garanci ka Agjencia e Pagesave që nuk do të futet përsëri në ciklin e abuzimeve, siç ka ndodhur më përpara. Por ajo që është kryesore është që bujqësia shqiptare u privua 2 vite nga një burim shumë i rëndësishëm, do thoya oksigjen i mirëfill për bujqësinë shqiptare që ishin fondet e Bashkimit Evropian dhe që nuk mund të kapen kurrë nga buxheti i shtetit, i cili ka qenë vazhdon të jetë i pamjaftueshëm. Kështu që ka qenë një fatkeqësi e madhe e bujqësisë shqiptare që u privua jo pak, por për 2 vite nga një masë e tillaj. Dhe bëri që bujqësia ta humbas konkurencën e saj në tregje, përsa kohë që fqinjet tanë si Serbia vazhdonte dhe përfitonte masat konsiderueshme deri në 200 milion euro, apo Maqedonia e Veriut 110 milion euro, ne për 2 vite me radhë nuk përfituam. Dhe përjedhoi shoqëruar dhe kjo me masën mirane të financimit nga buxheti i shtetit, me një politikë fiskale diskriminuese, ne kemi 20% të VSH ende mbi prodhimet bujqësore bazë, ato që i konsiderohen të shportës, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka ke 6%. Shikoni, pra masë e ulët financimi dhe një diskriminim, një barë, o do thoja më tepër, një zgjedhje fiskale për prodhimin vendas, i cili për këto arsye ka vetëm një drejtim, të rrullet, të paksohet, të mpaket, që po duket në përgjithësimin e numrit krerëve, po edhe në rënien e prodhimit bujqësor. Po qëse ne do dalim në tregje tashmë, të merr madh që kosh një prodhim vendi. Pra praktikisht edhe agrumet edhe moldet aty ku ne duhet kishim realisht avantazhe krahasuese, praktikisht po dominohen nga prodhimi i importit. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, kjo bën që dhe çmimet të jenë shumë të larta. Edhe në vend për edhe në raport nga që mungesa e ofertës vendase bën që ti të shtypesh nga prodhimi i importit, si duke qenë edhe në pak duar përcakton çmimet. Qartë, po ku shkojnë fondet e i partit? Pra, dihet që fermerët e vegjël, ata që nuk kanë fuqi të investojnë dhe të bëjnë investimet më dha, nuk i përthithen. Pra, shkojnë në një kategori të caktuar, besoj. Të themi 2 gjëra të thjeshta që ti kuptojnë fermerët që na ndjekun, se ngaherë bëjmë diskutime më teorike. Problemi është këtu. Fondet e i partit nga 140 milion bashkë me bashkëfinancimin e qeverisë shqiptare, edhe në qoftë se hapen sot, ministri thanë në 6 muajin e 2026, unë nuk e di ku e ka marrë, se lexova një intervistë
ambasadorit të Komisionit Evropian në Shqipëri, i cili thonte në një intervistë në Deutsche Welle se duhet merret seriozisht, thonte, abuzimi me fondet e IPARD. Pra, aty s'kishte asnjë lloj drejtë jeshile, përkundër ishte kritik. Ky është momenti i parë. Por edhe nëse hapen sot fondet e IPARD, ka dy momente. Momenti i parë është që nga momenti që jepet drejta jeshile deri në momentin që ato bëhen efektive, do të kalojë një kohë, dhe më besoni kur të kam nga eksperienca ime, sepse duhet bëhet edhe një, si thosh, riakreditim e agjencisë pagesave, sepse ajo ka humbur besimin, besueshmërinë, dhe unë kam pa propozuar që një formë shumë e shkurtër dhe shumë efikase do ishte sikur bëhet një binjakzim me një nga agjencitë akredituara të rajonit, Kroacisë, Slovenisë, në mënyrë të tillë që ajo e ka akreditimin dhe bëj një bashkëfinancim, një bashkëmenaxhim të fondeve të IPARD-it. Ne e kemi bërë dikur, profesori din mirë, në 2013 IPA Laikun, i cili ishte një bashkëmenaxhim i fondeve të para aderuese, së bashku me Gizin, këtë zënë gjermane, dhe në këtë rasti heq kohën që duhet që të bëhet e besueshme agjencia, dhe nga ana tjetër bëhet më i besueshëm edhe si menaxhues, nëse është një agjenci e huaj, një bashkëmenaxhim, do ishte shumë i suksesshëm dhe i besueshëm edhe për pjesën e fermerëve shqiptar, nga që vijnë pas një periudhe skandaloze, mund të them, me administrimin deri tani. Momenti tjetër që desha ta theksoj është ky. Edhe nëse në 2026 bëhet aktive IPARD Treshi, IPARD Treshi mbyllet në 2027, dhe pastaj do hapet një IPARD 4 apo si mund t'ja vënë. Dhe në këtë moment ka një periudhë grace që mund të jetë 1 deri në 2 vjeçare sipas procedurave të Bashkimit Evropian, por në mënyrë absolute ti nuk mund ta përthithësh gjithë fondin. Sipas idees time mund shkojmë te 30, maksimumi 40% të fondit të planifikuar nga fondet e IPARD, nga 146 milionëshi. Pra, kjo keq menaxhim nuk është pa kosto, pa pasoja. Edhe qoftë edhe për këtë arsye shumë thjesht, sepse ti për 2 vjet nuk ke mundësi sepse nuk ke mundësi të bësh shumë thirrje, nuk ke mundësi të kontrollosh dokumentacionin, nuk ke kohë që të marrësh lejet e ndërtimit, pra janë një sër zinxhirësh të lidhur me njëra tjetër që nuk e lejon. Dhe në 2027 nuk ke mundësi. A di çfarë ndodh me fondet e Bashkimit Evropian të IPARD? Jo, i marrin sa shtete që janë më të avancuara. Dhe sipas eksperiencës time është Turqia, që ka një agjenci pagesësh për 5.000 vetash të shpërndarë në gjithë Turqinë, dhe shumica e fondeve që ngelin të pa aplikuar e merr Turqia, po i merr një vend tjetër i vendeve kandidate. Dhe një pyetje shumë shkurt do bëj për garancinë sovrane. 30 milion euro është thënë që është vënë në funksion të agrobizneseve për të bërë investime, për të marrë kredi, për të zhvilluar, për të digitalizuar e të tjera. Pse nuk është joshse, pse nuk po aplikojnë agrobizneset nga kjo lloj mundësie, përfshirë edhe kredinë e butë me 2% interes? Sepse nuk ka qenë joshës edhe më përpara. Kjo nuk është hera e parë që hidhet në treg. Në vitin 2015, unë kam qenë atë kohë ministër, ne nuk kemi pasur 30 milion, ne kemi pasur në dispozicion 100 milion fondet të garancisë, sepse ishte Banka Europiane për Ndërtim e Zhvillim që vuri në dispozicion 75 milion euro si fondet të garancisë sovrane dhe 25 milion qeveria shqiptare. E megjithatë, më kujtohet shumë mirë ai takim me bankierët, kryeministri, unë si ministër bujqësie dhe të tjerë, ku lançua kjo. Dhe unë po shikoja me vëmendje dhe si do të reagonin bankierët. Dhe që atje kuptova që aty nuk hecte për arsye sepse një pjesë e tyre po shikonin orën, mezi po prisin që të mbylleshe tek. Pra pan që s'kishte interes. Pra, pse nuk kishte interes? Nuk kishte interes për arsye sepse bujqësia shqiptare ndodhet në rreziqe jashtëzakonisht të larta që të mundet të vënë në funksion skema të tilla të kreditimit me garanci sovrane. Mendoni që ka një bank në Shqipëri, po vetëm Shqipëri, po dhe në rajon, që mund të financoj një bujqësi e cila të paktën 3 herë në vit kërcënohet seriozisht nga përmbytjet. Po, përmbytjet Breshëri, Shiu, janë të gjitha. Dëmtusit. Po, dëmtusit. Një bujqësi e cila përveç e cila nuk është e siguruar. Nuk kemi një skema akoma. Nuk ka një agjenci nga ato të sigurimi që merr përsipër sigurimin e bizneseve bujqësore. Pra,
kjo është vetëm një dëshirë e mirë, po të kanalizuar fonde për të rritur masën e investimit, por që nuk funksionon. Nuk funksionon edhe për faktin që fermeri nuk ka çfarë hipotekon. Një pjesë e titullit të pronësisë nuk janë ende të certifikuar si certifikata e pronësisë. Ai nuk e vendos dot si kolateral në bankë. Se vendos si kolateral dhe për i lloj nuk ka se çfarë ka vendos si kundër vlerë. Pra u zgjidhën këto probleme madhore që kanë bëjnë radhë parë me certifikatat e pronësisë, që kanë bëjnë me skemat e sigurimeve. Nuk mundet që të futesh në lojë mekanizmi e kreditimit agrar, i cili dhe sot e kësaj dite mbetet masa të papërfillshme, pavarësisht nga garancitë që u dhanë me ato 30 milion që po trumbetohet dhe sot e kësaj dite që do të jetë ai që do të zbulsë riskun. Po unë do thoja jo vetëm që nuk arrin të zbusë riskun, por nuk merr përsipër edhe një pjesë të interesave bankare. Pra, kjo skem totalisht është e pazbatueshme dhe unë jam i sigurt që ata që e propagandojnë thjesht për qëllime retorike politike, po në vetvete janë të bindur që kjo punë nuk ecën. Se është një déjà vu, siç thashë kemi parë. Është provuar më parë. Një fjali të fundit, një sugjerim, duke qenë se kemi këto skema që tham, do hapet skema e re mbështetjes në bujqësi, një sugjerim fundit keni? Patjetër. Kush ka mundësi ta dëgjojnë dhe vendimarrësit të dyfishojnë fondet për bujqësinë në mënyrë imediate, në mënyrë të tillë që ne të kemi mundësi të kemi një bujqësi të mbështetur. Pa hyrë pastaj në aspekte tjera, se ne u ndaluam vetëm të fondet e mbështetjes, pa hyrë pastaj që është një skemë e rimbursimit të VSH-s diskriminuese për prodhimin vendas, i cili është 0%. Në qoftë se një grumbullues blen produktin bujqësor brenda vendit, ai nuk rikompensohet për TVSH, në qoftë se blen në një shtet të rajonit, ai merr mbrapsht 20% të TVSH-s, pa hyrë në aspektin tekniko-profesional, pa hyrë në infrastrukturën që tham, por pa para është vetëm demagogji, është vetëm propagandë. Pra një dyfishim i menjëhershëm i mbështetjes për bujqësinë në tërësi dhe i pagesave direkte në veçanti do ishte fillimi i mbar. Profesor? Të njëjtin mesazh kam dhe unë për gjithë fermerët, për agropropunuesit dhe për politikë bërin, po politika me sa duket e ka mbyllur kapitullin me bujqësinë, nuk është më interesuar, pra do të kalojnë këto masa, të cilët janë thjesht për retorik. Pra, një dyfishim i buxhetit nuk e zhvillon bujqësinë, po të paktën ndalon degradimin. Pra ta kemi të qartë. Edhe sikur ta dyfishosh, ti bujqësinë ndalon hemorragjin, ndalon degradimin. Ndërkohë ajo që tha profesori është patjetër duhet hequr kjo barrë fiskale, kjo zgjedhje fiskale që është e panjohur në rajon në Bashkimin Evropian. TVSH-n e prodhimeve bazë bujqësore ti e ke më të lartën. Por ti kërkon të nxjerrësh dhjam nga pleshti ku ka mundësi të tjera ekonomia shqiptare për të rritur TVSH-n në produkte luksi e produkte të tjera, ti ngarkon bukën e përditshme, prodhimet bujqësore, me të cilët pastaj reflektohen edhe në çmimet në treg. Se do ta nxjerr ai në kosto, do ta reflektojë në çmim. Pra edhe një herë, minimalisht ajo që tha profesori, dy fish, duke qenë koshient që edhe kjo nuk ka për ndodhur, se unë mendoj që me dy fish ti nuk ke premis zhvillimi ende, dhe dyta, po që do të shoqërosh edhe me lehtësira fiskale, atëherë mundet të nxjerr kokën mbi ujë bujqësia, vetëm kaq. Dhe pastaj do kërkoj vite të tëra mbështetje sistematike në rritje në mënyrë që të jetë konkurruese, të ngrihet më këmbë dhe të kontribuojë në ekonominë familjare po dhe në ekonominë kombëtare. Nuk ka rrugë tjetër. Profesor Panariti, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Profesor Vuksani, shumë kënaqësi. Kënaqësia jon. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë shihemi të hënën ardhshme në orën 20. Natë e mirë.